ka një diferencë, do thoja, midis Ukrainës dhe Gazës. Dhe Gazës, po se po. Thash, deri diku Ukraina. Ukraina tani ka filluar me Trumpin, ka ndryshuar pozicionit. Ma Gaza edhe rasti Maduro, kjo heshtja... Do më thënë, nga pikpamja, si të quajt konceptuale... Viktima dallojnë të Ukrainës dhe të Gazës, le themi, apo? Unë mendoj kështu, varet, viktima, këtu kemi një agresion nga ana e Putinit, për interesat e tia, që lidhe dhe me zgjerim në NATO-s, do thoja unë, por perëndimi këtë lloj agresioni e dënon me sanksione, me ç'a donte Putini në thelbin e vet. Regime change, ndrim regjimi. Donte një qeveri në Ukrainë që t'ishte pro-ruse, për interesat e tia. Po. Ky ishte fillimi. Dhe shkelja e drejtave atje në Donbas, drejtat e njeriut në Donbas, ku ka ruse njërën tjetër si pretendim. Tani, le të marrim këtë, pastaj shkojmë te Gaza. Po mirë, perëndimi, se tash i themi cili perëndim, po Evropa, kjo e jona. Perëndimorja, kjo domethënë jo Amerika, Euro-Atlantik. Francë, Gjermani, Angli. Po mirë, pse nuk i duhen vënë sanksione tani Trumpit që ndërhyri atje mori një njeri për regime change? Një ndërhyrje ushtarake, e dhunshme, është e njëjta lloj. Po kemi dy trajtime të ndryshme, dhe këtu vjen tek hipokrizia. E njëjta gjë Gaza. Krahasoje po duash, krahasoje me Ukrainën, kupton? Për Ukrainën u angazhuan shumë. Gjithsesi, gjithë ato para, ishte Amerika për para, tani ka ndruar pak Trumpi. Por më herët Evropa. Bideni ishte shumë më i qartë, po më ashtu. Aty një ndërhyrje jo më regime change, se regime change do ishte sikur të marrim këta Hamasin dhe të vëmë atë Abu Abazin, që është, domethënë Mahmud Abbasin dhe Fatah. Mahmud Abbasin, se ata i thonë ndryshe italianë dhe unë e ngatërroj se. Po. Tani, aty s'ishte as regime change, aty ishte genocid. Dhe as një sankcion, as një gjë këtij Netanyahu. Një heshtje e madhe, sigurisht pati një veprim nga ana e gjykatës, se këtu jemi për drejtësinë dhe folim me pjesën e parë. Edhe duhet cekur se pati protesta të mëdha në Europë me çrast nxit të njohjen e Palestinës. Po mendoj, si çështja e Francës dhe Britanisë. Pati protesta në Europë. Po elita evropiane që i volenterozi që në italisht, vullnet mirët, në që se më themi, Francë, Gjermani dhe Britani, të cilët kanë mbështetur Ukrainën fuqimisht, edhe akoma, edhe kundra Trumpit tani, kanë pasur reagimet shumë të zbetan lidhur me genocidin. Normalisht, në që ose do përdornin të njëjtin standard për Ukrainën, me Ukrainën, po them për Ukrainën, se pastaj dalë në Venezuela është, duhet kishin minimalisht kishin armatosur palestinezët që të luftonin kundra Izraelit. Është një standard. Merë, ço, armë, vëri sanksione Netanyahut, sepse po bën një gjë përtej. Nuk ishte regime change, pra, ishte më keq akoma. Kupton? Ishte genocid. Asgjë, pavarësisht se kanë dhe gjithë të opinion publik brenda, se këtu vim të post-demokracia që përmenda në pjesën e parë, sepse nuk vendosin popujt. Se në Itali, ku jetoj unë, shumica janë kundra luftës dhe në Ukrainë, pale për Palestinën që, kupton ti, kundra Izraelit në mënyrë të hapur fare me atë çka bërë Izraeli. Qeveria Meloni është një thonë në fjalë, por këtu janë, ka rënë për fat keq, ka rënë me Gazën, ka rënë krejtësisht maska jo vetëm e Amerikës, por edhe Evropës.